Përshëndetje për gjithë juve që po na ndjekni këto momente, po shpresoj që po kaloni momente të mira bashkë me neve. Jemi në Durrës se me ikë pi Durrësit pa ardhur me taku edhe me pa portën e Durrësit, terminalin dhe gjithçka tjetër, nuk besoj që kish me qenë mirë. Ja vlen me pa dhe me ndjek këtë storje. Unë fillimisht do të takoj zëvendës drejtorin e përgjithshëm të portit, Artian Qeriqin. Edhe do të shohim gjithçka tjetër. Na ndesni. Përshëndetje. Mirëserët. Si jeni ndërum? Mirëserët, mirë, faleminderit. A u doni musafir? Po patjetër, faleminderit, kënaqësi. Urdhoni lutem. Faleminderit shumë. E di që ki shumë punë, obligime për të kryer, po po du me të marrë pak kohë. Po, më informuan dhe jam me shumë kënaqësi, kam kohë për ju, pasi ndjek edhe emisionin tuaj, edhe kam urime do të mira për emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Edhe unë ju uroj për punën edhe për funksionimin që e keni. I faleminderit. Më kisha dashur me pa portin, terminalin edhe diçka tjetër që është interesant. Pse jo? Po, keni ardhur në... Është hera e parë që po vi edhe kështu personalisht, në plus të kemi edhe kamerën, në pak vlogun. Ju mirëserët, edhe kënaqësi për neve, pasi një informacion i përgjithshëm për portin, sigurisht që bën jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për pjesën tjetër të kombit, për Kosovën. Në një kohë kur emisioni juaj dëgohet nga gjithë shqiptarët tani më. Porti i Durrësit është një nga porti më i madh në Shqipëri. Në portin e Durrësit përpunohen mbi 85% të gjithë volumeve që kryen përhyrje dhe dalje nga deti në Shqipëri. Është një port konkurrues në rajon. Rajon kam fjalën për pjesën që laget nga Adriatiku dhe nga deti jon. Dhe po i përgjigjet mirë detyrimeve, sfidave të kohës dhe gjithë detyrimeve që kanë të bëjnë gjithashtu edhe me zhvillimet e ekonomisë në rajonin tonë për dhe në Europë. A mund ta njeh portin e Durrësit tash nga afër, pasi kam edhe rastin edhe kënaqësinë. Me kënaqësi të vazhdojmë. Ju thash që në portin e Durrësit keni 4 terminale, një nga të cilit nga më të rëndësishmi që sjellë edhe të ardhurat më të mëdha të portit, rreth 45-50% të ardhurave, është terminali i pasagjerëve. Terminali i cili u investua me një fond nga porti në bashkëpunim me një kredi të bankave botërore. Terminali u dorëzua në fund të vitit 12, në fillim të viteve 13 dhe sikur se ju thash, ka kaluar në koncesion me një shoqëri e cila ka përvojë për monitorimin edhe shërbimet të porteve, Kompania Quote Auto. Për terminali investuan rreth 27 milion euro dhe volumet e viteve të fundit janë tepër kënaqshme, pasi është një terminal i cili konkuron në rajon, jo në Shqipëri nuk diskutohet për Shqipërinë, po edhe në portet e tjera të rajonit, sikurse Bari Malizi apo Nigumenic edhe më gjerë. Numri i pasagjerëve të viteve të fundit varion nga 850.000 deri në 1.050.000, 1.100.000 pasagjerë. Kuptohet që po. Nuk ta takojmë edhe prej afër? Po, patjetër. Pasagjerët janë gjithë nga Shqipëria, por sidomos edhe të trevave të tjera, të pjesës sidomos nga Kosova, edhe nga Maqedonia, pasi terminali dhe porti i Durrësit është porti i cili është korridori, le të themi, i lidhjes Evropës perëndimore me atë lindore. Në terminal sapo yjet kemi një shërbim tepër bashkëkohor. Kemi realizuar check-in të biletave në mënyrë elektronike, sikur se Po, check-ini mund të bëhet edhe në
agjensinë përkatëse, edhe në mënyrë automatike, sikur se bëhet në aeroportet dhe në këtë e kemi realizuar. Gjithashtu ambientet janë të mira, kuptohet që për një fluks më të madh i cili pritet, kërkohen dhe investime të tjera sa i përket mikpritjes ose pjesës së shërbimit, sikur se thash, por në perspektivën e afërt ka në plan vetë koncesionari të bëjë një investim në këtë drejtim. Këtu kemi kontrollin e sigurisë, dhe vetëm sigurisë po të kufirit, me pajisje më kohore. Numri i posteve të kontrollit është i kënaqshëm. Këtu ku ne kaluam ishte për pasagerët, ardhja, kontrollit, kurse kontrolli i mjeteve bëhet tek pjesa e doganës dhe policisë së bashkut për kufirin. Kurse pjesa kur vinë pasagerët dhe mjetet, kanë pjesën e daljes, e cila janë daljet për në zonën e doganës dhe të kontrollit të policisë. Pra ky shesh këtu funksionon si shesh i kalatave funksional për lëvizjen e pasagerëve dhe të mjeteve. Kapiteni Anies dha mundësinë që ne të kemi një pamje më të mirë të portit dhe kemi pjesën më të madhe pothuajse të pamjeve. Përballë nesh është terminali i kontenerëve, i cili operon gjithashtu një numër të madh kontenerësh në vit, 100.000 kuti TEU. Përballë kemi terminalin e mallrave gjenerale. Po përballë, aty ku janë vingjet e shumt. Ky terminal administrohet nga porti vetë, kurse pjesa e kontenerëve e ka marrë një shoqëri koncesionare, që dhënë në koncesion private për 35 vjet. Dhe në krah të majt tonin është terminali lindor, i cili përpunon bulk cargo, do të thënë mallra rifugjo, minerale, shumicë të turizmit nga Kosova, krom, qymyr e tjera me radhë. Pra këto janë 4 terminalet që përbëjnë portin. Terminali ku ne jemi i pasagerëve, terminali i kontenerëve, terminali i mallrave gjenerale dhe terminali i bulk cargo ose i mallrave rifugjo. Kjo është në vjet përgjithshme edhe pjesa le të themi tokës portit, si është ndarë portin për sa i përket operacioneve, kurse pjesa e basenit është kjo pjesa këtu e ujit, ku vinë dhe anijet përpunohen dhe lëvizin. Cilat ditë ka më shumë pasagerë? Si? Pasagerë. Rreth 1 milion pasagerë në vit, e tham në hyrje. Po, gjatë javës, cilat ditë janë ato më fluks? Ky 1 milion pasagerë në vit ndahet për gjithë vitit, ka një grafik, por pjesa më e madhe e fluksit është ndahet në dy pjesë të vitit. Fillon tani nga fundi qershorit deri në fund të muajit gusht, fillim shtatori ku lëvizin shumë emigrantë që vinë për pushime në Shqipëri dhe turistat, shumë turista. Dhe pjesa tjetër është pjesa e festave të vitit të ri dhe shkëmbimit të vitit. Gjithashtu ka lëvizje të madhe fluks pasagerësh. Edhe turistash, edhe sidomos vajtjeardhja e emigrantëve që vinë për të pushuar pra familjeve për festa.
Po është që gjatë furnizimit me naftë, po rrën edhe një patrullë zjarr fiksa këtu afër. Po, ajo është një detyrim që në bazë në plotësinë të standardeve të sigurisë, zjarrfiksa duhet të jetë aty në çdo lloj kohe për çdo lloj eventi që mund të ndodhë. Kjo është një rregull, le të themi, në port.